Përfaqësues të pushtetit vendor dhe të forcave politike kanë uruar Pashkët në Kishën Ortodokse të Shkodrës, ku pritja drejtohen nga famulitari i kësaj kishe, At Aleksandër Petani. Me kandidatët për deputet të Partisë Socialiste ishin edhe prefektja Majlinda Angoni dhe kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmond Dou. Pas urimeve u bën edhe përshëndetje të rastit. I uroj gjithë besimtarve të Qarkut të Shkodrës, Pashkët, këtë ditë të rilindjes, të ringjalljes, i uroj paqë, harmoni në familjet e tyre dhe të le të shërbej kjo dritë e kësaj rilindjeje shpirtërore si një mundësi dhe si leitmotiv i punës sonë të gjithë së bashku me rritë shpresen edhe bashkëpunimin për begatin edhe harmonizimin dhe vlerat e punët e mira të Qarkut Shkodër. Në këtë ditë shënuar i urojmë gjithë besimtarë ortodoks, gëzuar Pashkët, qofshin e ditë mirësie, gëzimi dhe paqe në gjithë familjet tuaja. Gëzuar. Dua të uroj të gjithë besimtarët ortodoks e katolik, kudo që janë, gëzuar dhe për shumë vjet festën e Pashkëve. Kjo festë sjell në familjet e tyre paqe e harmoni. Ndërkohë, pritja në Kishën Ortodokse ka vijuar deri në mesditë, ku uruan për festën e Pashkëve dhe qytetarë të përkatësive të ndryshme fetare, një traditë e konsoliduar tashmë në Shkodër.